Mirë mbroma militantat e mi, ju dënë boba shumë. A di pse ju du, vetë se ma bani rafsh. Në ta na unë ma bani rafsh. Sonte në sofër e kam një musafir shumë të veçantë. Një musafir special. Nuk e këna thirë për me kënu, se ky bëll ka kënu. Sonte e këna thirë më na kallëzu se çka po kënohet sot në politikë. Dikur o ko me mikrofon. Pastaj me librat historisë në shpinë. E tash me plan program zgjedhor në fushat e në sofer. Një njeri që kur nuk e ka ndryshu zonin, skenat i ka ndryshu në vazë situatës. Sonte me neve na ka ftu, na ka nderu. Ku është tjetër? Një këngëtar i madh, një historian, një politikolog, një antar i kryqësisë, mbi gjitha një kandidat për deputet tash nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës. Sonte me neve Genc Prelvukaj. Genc që shie? Mirë shumë, mirë. Unë i tham Genci i etnoengjëve, etnoengjit for life. Qështë kam? A je lodhë? Qështë ka lodhe? Mirë. Rrugës? Mirë. Një u mirë, një u shlirë si me kombidis parlamentit. Shumë rregull. Apo të pëlqen kjo ambient pak ma ndryshe, Genc? Po në këto ambiente jemi rritë, si është një falloj kulture jonë e hershme, që është e bukur edhe nuk njesh si në ambient huj, po si një ambient njëzve tu. Nuk jam burë për me u korit, jam zalihi se qaj ka me qitë. A ti qojnë, Genc? Po. Thëshin këtë nëherë qërë ma qërën e qëtë ma qojnë. Ja, mu do shmë masit shumë të letë. Jo, ta shpo thëmë qërë ma qërën e qëtë ma votën. Pe pip ka i qaj e tha që, Genc, ke knu shumë, këtë kongë që i ki me mesazh. Po. Na ke knot zemrën e shpirtin, edhe plegjve edhe trijeve, apo na kallëzën për opinionin, kur ja ke nisë për herë të parë me knu, atë kujtohet, Genc? Po, ka qenë dikun vitin 1996, si kom pas as 15 vjetë, edhe në atë kohë kemi pas shumë aktivitete, s'kemi mujtë me zgjedhë, sot ka shumë drejtimet që mundet njëri me u formu. Po në atë kohë ke pas ose sportin, ose ke provu me muzikën, me kalu kohën e lirë. Po na gjetëm një formullë interesant. Pak ma ndryshe. Po, futëm diçka bashkë me kolegë tonë, diçka 3 për herë të parë, edhe morëm një vëmendje shpejt, edhe masanaj kemi vazhdu me vite tonë. Por që atëherë edhe gjatë kulmit karierës, unë muzikën e kom ushtru si veprimtari të pjeshme, se shumicën e kohës që kom kushtu të formimit akademik, studimeve, politikës e tjera. Mirë, Genc, për herë të parë kër je dollë në skenë, a je tot? Një farë emocioni? Jo, është edhe për herë të fundit ka ftërem një. Ma mirë është, si e maj sigurt. Kështu që jo vetëm herën e parë. Vilëm kujtojt herën e parë para publikut, në zdje kom pa në kështu me sy direkt publikun ja 5-6 herë. Sepse kemi pas kokën të poshtë nga paniku, nga frika, se ishte hera e parë. Por kjo nuk ndryshon. Kjo, ajo trema, droja, vazhdojnë edhe në ditë e sotme, por kryot eksperienca për me e menaxhu stresin, apo hajde të themi kushtimisht frikën se si të pret publiku e tjera. Ajo prapa ty është. Por ti e ke përvojën për me menaxhu si duhet edhe mësë më u bëhet dukshme publik. Atë kujtohet konga e parë, Genc, cilën e ke knu për herë të parë? Po, ka qenë një prej kongëve të realizume prej Florent Boshnjakut, me cilin kom historik të mirë bashkëpunimi, edhe vazhdoj me të qenë mishë të mirë. Ka qenë një kongë thirët unë dam ne të dy, nuk është për hiteve të mija, se kuptohet, është kongë e parë, por një kongë që nga ka hapë rrugën, nga ka popularizu fillimisht në Prishtinë, e masa ne me kalimin e kohës kër kemi bërë dhe vepra tjera, kemi rritë vëmendin, dhe risa ka ardhë momentin ku ka pasë materialet tona që kanë eksplodu në treg. Po gjithë momentet në kujtimi mirë me asaj kohë. Mirë, Genc, ke kënu si e nalë kur. Shka i pengoj unë mikut Genci? Një pas një farë polemike, një farë përplasje me administratën e unë mikut. Se? Aty në dhe fillet e mija të para të inkuadrimit politik. Kishim realizu në vitin 2002 një kongë që u publiku në albumin e 2003, po kishë fillu me qarkullu pak ma herë. Edhe ajo kongë ka pas emrin Jovo. Jovo. Edhe unë në përmes një zhargoni
edhe të një gjuhë që sot nuk e kisha përdorur, por ka qenë e kuptueshme për atë kohë se sa ishim dalë prej luftës, sa kishim dalë prej luftës, ku flas për ndryshimet sociale dhe politike që ka ndodhur në Kosovë në atë kohë. Për shembull, them nuk ka më rruga e JNA-s, domethënë që është për opinionin dhe për brezat të ri. JNA është ajo Jugoslovenska Narodna Armia, domethënë armata popullore jugoslave, po thonë tash është rruga UÇK-s, e kupton? Do gjithçka çka ka ndodhur ndryshe. Ska dinare, etj. Po. Kështu që por ka pas momente të gjuhës vullgare që arsyetohet me faktin se na ishim dalë prej luftës, se ishim si shoqëri, por si individ të lëndum, të traumatizuar dhe në kontekst kohor ajo është vepër korrekte. Për shembull sot me dashmi u rikthy një temë të tillë, do e kisha bërë komplet ndryshe, me një kujdes shtum, sepse 25-6 vite që është menaxhuar ajo dhimbja, trauma, po. E në atë kohë, ose ne morri vëmendje shumë të madhe, saqë pati tendencë për pengim, dhe ka pas urdhëresë për pengim në disa zona të përzira etnikisht, sepse kur niza kushtetuese e Kosovës në atë kohë sugjeroi që çdo vepër artistike që mund të qenë si pretekst të problemeve ndëretnike, atë është ndalueshme dhe nuk guxon transmetohet. Pastaj media, do të thënë, është interesante për median dhe i dha kështu pompozitet. Derisa na filluam me ndje afër atë çështjen e ballafaqimit juridik. Por në atë kohë ndodhi një përplasje, më duket nëse nuk gabon, mes Hansakerupit dhe shtresës politike shqiptare, u acaru goxha i raporti, po. Jo, për kështu në përgjithësi për veprimet e tij. Edhe si duket e lanë anash edhe nuk e vazhduan, nuk e kaluan drejt organeve të drejtësisë, pastaj u shkarkua Kerupi etj. Kështu shpëtuam për shkak të zhvillimeve madhore, jo për shkak që ne kemi bërë diçka që ata i ka detyruar me hecë dorë. Por thjesht zhvillimet ishin politike si soi edhe u kriju në rrëmuj, Kerupi shkoi, nuk u vazhdua e lanë, mirë po neve na dhanë një farë lloj rëndësie shumë të madhe publik. Sot kësaj dite kur ndëgjoj atë këngë më pëlqen, edhe sepse kthehem në atë kohë. Mirë po ndoshta nuk lexohet drejt prej brezave që ndoshta kanë lind pas asaj këngë, që nuk e kuptojnë si është me jetu në atë kohë. Prandaj edhe ndoshta një shprehjet pejorative, shprehjet ofenduese ndoshta kundrejt një komuniteti, ata që kanë jetuar asaj kohë disi e kuptojnë edhe logjikën që thonë. Prandaj nuk është këngë për audiencë të sotme, por është një këngë e cila do të thonë për audiencën atëhershme ka pas goxha jehonën, ai ka rritur respektin në publik. Pa të nol edhe mediat mos me transmetu vend. Pa ne kemi pas disa raporte do radio, për shembull Lipjan ka qenë, se një stres do të ka pas disa zona të qytetit të përzira. Na ka ardhur diçka një informat për Mitrovicës, po pastaj u ndiku prej gazetave se për një morën një farë lloj buje, edhe si duket pjesa më e madhe ndaloi vetë para se më shku urdhëresa. Pastaj u harru për pak, do të u rikthye. Por në fund ditës unë duke njoftë edhe një pjesë të marketingut, meqense ishim në industri kreative, atëherë unë nuk e mërzit asnjëherë, përkundrazi ajo na përkthej në sukses. Sa më e madhe, sa më shër bëhet patjetër, sa më e madhe, sa më shër, aq më shumë mesazhe përçojë dhe aq më shumë ngritë karriera jote. Edhe kështu që nuk ka pas asnjë rast që unë e kam marrë më rigi apo natë këngën, përkundrazi është një prej aty në favorite që i kam. E mirë, a dul mbështetje apo në përkraje institucionet tona në i lider politik në periudha? Me thonë gjencë mbrapa në kineve. Po, është të vërtet. Unë e kom marrë në atë kohë, kom marrë një telefonat prej sekretarisë do të thënë administratës të Partisë Demokratike të Kosovës. Edhe më thonë për një moment, kishim pas shef që me u taku me shefin, do të thënë shefin e partisë, Zoti Thaçi. Edhe mund këtë që fëmijë atë kohë, thonë, në asgjë nuk ka shefi dëshirë me u taku sa ka mund dëshirë me taku ata. Edhe këtu ka ndodhur takimi i parë ku i ka hapur rrugë inkuadrimit tëm në Partinë Demokratike e Kosovës, që ka qenë viti 2002, nikje, viti 2002, dhe që nga atëherë deri tani ku jemi, unë e kam pas vetëm një përkatësi politike. A kemi qenë ndonjëherë që kemi mujt me debatu, kemi mujt me kritiku, nështë vetë familjen tonë, po unë të nesëmet kam qenë gjithmonë PDK prapët. Faza e ekspozimit ka ardhur pak më vonë,
Se në 2002 unë kom qenë antar I thjesht, kemi punu në për struktura, diku me rini, diku po me deg. Derisa ka viti 2009 kom kaluar edhe si figurë publike për DG-s në atë kohë, kom qenë zëdhënës e DG-s Prishtinës, pastaj antar I Këshillit Drejtues nivelit nacional, nënkryetari DG-s Prishtinës, pastaj për vitet tona. Jom të rjek për angazhimit, jo për I përkatësisë politike, do thënë, sa është familja e me politike, po e kom bëni pauzë, jom të rjek për shkak të studimeve të doktoraturës në Zagreb, dhe në momentin që I kom mbyll studimet, atëherë jom kthy edhe kom kalu në kryesinë qendrore të Partisë Demokratike të Kosovës. Kjo do të thotë që njerëzit kanë informat gabuar se e shohin një reklam politike për temën për zgjedhje dhe mendojnë që tash kom hyrë politika. Në fakt është 23 vjet që unë jam pjesë e PDK-s, por arsyeja vetëm që nuk e kam marrë vëmendjen anej është edhe te muzika, por edhe parim. Jo vetëm politik, por muzika është shumë komerciale. Edhe mjafton me bën një këngë 2 e 3, e këneti mundesh me I bën 15 punime shkencore të rëndësisë të dorës para akademike apo veprime politike shumë të rëndësishme, por atje kanë vëmendje njerëz. Kur e shohin kënga, I mposh gjitha për fat keq, sepse do të thonë në momentin që kënga është më e rëndësishme se shkenca, atë do të thonë tim se si shoqëri nuk jemi shumë ambionar, por kemi jetuar me atë specifik. Derisa tani vazhdoj unë bëj betejat edhe për aspektin legislativ, do të thënë për PR-in e PDK-s, konkretisht tani edhe si kandidat për deputet për Parlamentin e Kosovës. A u ka shtirë me marrë vendimin me kalun parti politike, sidomos në PDK, pse bashkë në PDK? Tani këto janë dy gjëra, do të thënë vështirësia dhe pasoja. Sa I përket vështirësisë, unë kur se kom pas vështirë për caktimin pro PDK-s, për shkak se e kemi një edukat familjare, ta ndikon edhe historia e familjes, është shumë e vërtet. Unë e kam, do thënë, para 100 vjetëve kemi pas një histori dëmshme në familje, ku pothuajse të kurrëmi në 2-3 njerëz dhe detyrohen të partë e mi të kalojnë në Shqipëri për 35 vjet. Për mi pështu zhdukjes totale. Pastaj kur jemi kthy, gjyshim ka hyrë 8 vjet të gjys Goljotok, Burgje Trana ndej, dhe pas e kemi kalu në Prishtinë. Në atë kohë sistemi komunist Jugoslav nuk të ka leju me prosperu edhe në kuptimin ekonomik, se ka pas në mendje si potencialisht njerëz të papërshtatshëm. Dhe kjo tregon që edhe familjarët këta në atë kohë nuk kanë pas punë shumë të rëndësishme në avancime tjera. Por gjithmonë kanë bërë betejën e vet, unë babën e kam pas profesor për kata të 2 vjet në Prishtinë, kështu që nuk jemi dorëzu. E tani kur e merr si historik të familjes, atë e kupton që natyralisht logjika, mentaliteti dhe edukata çon të njerëz të luftës së të burgosunit politik, për shkak se konsideroj që historia e familjes time përkon më shumë me këtë shtresë se sa me çdo lloj shtrese tjetër. Kështu që ka qenë vështirë me marrë vendimi, absolutisht jo. Sepse unë në takimi kam thënë, në fakt më kujtohet një herë kur tha Zoti tha që kur po e merr librezën, thash librezën e kam marrë 98-ën, ai për një moment ndoshta kishte mendje diku tjetër, po më shef çuditshëm, thash e kam marrë kur ju kam pa në televizion si do disa njerëz, një strukturë popullore shqiptare, do të thënë dje me vajza të ri që e ka marrë guximin me sfidu një për superfuqive regionale, pavarësisht se ti ke qenë ndoshta në atë kohë pa ushtri të organizuar, pa ndoshta edhe pa mbështetje në atë kohë. Po megjithatë ka pas shpresë. Unë sot kur e marr shtypin e kohës dhe kur e kujtoj pak atë kohë, vitet 94, na realisht jetonim u mësuam, kaluam në konformizëm, nuk ndodhte asnjë gjë, dhe u mësuam me jetu në pushtim. Edhe për një moment kur filloi, atëherë ty ndoshta u vështirësu gjendja, filloi lufta, fillon djegjet e demolimet, e deportimet, por megjithatë është shpresa se kur e shet dikon që është atje, ka e bën një rezistencë për ty, është shpresë, do thonë. Edhe I thash që atëherë ku marr librezën shpirtërisht. Derisa pasojat ka qenë diçka tjetër. Pastaj se nuk ka qenë Prishtinë lehtë të jesh antar I Partisë Demokratike të Kosovës në vitin 2002 për shkak se stereotipeve, paragjykimeve tjera që kanë pasur. Po. Edhe unë në atë kohë kisha marrë një vëmendje popullore, sidomos në kryeqytet, si një fëmijë I lindur e rritur në Prishtinë, përmes artit, do të thonë, isha bën një lloj pikë referencë, do të thonë. Edhe për disa njerëz ka qenë edhe shok ajo se si ky me përfundu, domethënë me një parti që as bërthamën nuk e ka në Prishtinë. Por ne kur nuk e kemi bodallime me këtë punë, dhe unë mendoj që shqiptarët orientuam drejt
Do thënë duhet të kenë sentiment të një llojit jo vetëm për tona cepat e Kosovës, por realisht edhe për Shqipërinë, edhe për Maqedoninë, për Luinë, për Sheva, shqiptarët e Malit Zi, diasporës, unë më rrit në atë klimë, edhe për mos ka pas rëndësi kush ku qëndron gjeografikisht, por ka pas rëndësi koncepti politik dhe platforma politike që përfaqësojnë. Por ka pas të masanej, supozoj që është kur masanej kjo në vitin 2009, është kur audienca, dhe unë në atë formë nuk jam pendu asnjëherë, se unë nuk kam bë pazar me për nuk kam pas marrëdhënie kontraktuale, edhe me di që më kishte komplet ekonomia në ujë, e kam konsideruar që atë vepra e themelues dhe PDK është shumë e rëndësishme se sa që unë dëmtona ekonomisht mas luftës kur dëmtohesh një sferë, po gjithmonë ekziston mundësia me punu sfera tjera. Por ideja që e kanë tjetërsu jetën teme të fëmijëve të mi, familjarëve, brezave që vinë, për një pushtimit total në gjithçka të lirë, atëherë për mua nuk ka pas çmim. As nuk kam hyrë për llogaritje të tilla. Se më ka ardhur turp me thonë, a kam llogari me bë këtë punë as kam, kur ata kanë rrezikuar jetën e vet, kanë gjymtyrët e veta, shtëpitë e veta, të thonë shtëpi e katandije komplet, dhe tash unë bëj kalkulimet ekonomike, jo, s'ka pas shans. Por doli për mbarë, pse se masane unë detyrova me ekuilibrus, me plotësuat boshllëk që u kriju, kalova në Shqipëri, kalova në Maqedoni, u hap tregu edhe doli shumë më mirë sepse gjatë vetës jetën artistike dhe në industri kreative për vitet tona. Muzikën Gens? Apo merresh me muzikë apilen në arkiu? Jo, tash unë kam punu muzikën në aspektin e prodhimit, për shembull, interpretimit dhe prodhimit. Tash ne vazhdojmë të jemi në prodhim sepse vazhdojmë të punojmë për njerëz të tjerë. Është puna që e njohim, kam edhe njerëz të cilët asistojnë, dhe nuk ndalet, por... A me qëta gishta shumë e hitin e ke po. Pasha zotin, kur s'harrohet. Por edhe për tjerët, edhe për vetën. E tani, kur jenë prodhim, atër keni mas të madhe të këngëve të cilat qëndrojnë arkiv. Edhe sot e kësa ditë nështë e kam janisht 100 këngë që s'ndalë kur. Sepse kur ke mundësi vetëm i prodhuti, nuk e bën një dhe me nxjerrë publik një, po i bën 20, edhe zgjedh më të mirën. Po ato 20 palore, 20 tjera. Ashta i vjen vakti kur me qitë, kur nuk i është vërtet, se ka pas raste për shembull ku është dash me hedhë material dhe kemi marrë dikon për arkiv, ndonjë për arkiv. Një 7 më herët 8 prodhume edhe për çudi, do të thonë ka pas raste që kanë eksplodu. Për shembull një këngë që kemi është edhe sot dhe kësaj dite, ndoshta i reziston brezave, thirrët Shqip Dance, ku ato unë më mend që kom bërë diku një 7-8 vjet, 10 vjet para se më publiku. Edhe kur e kemi lëshu ka eksploduar më shumë. Tash unë them ka njerë muzika dhe më qenë edhe e çuditshme. Ndoshta ta kishim lëshu para 10 vjetëve s'kish ec. Por me vonesë momentin. Po, se kjo është të gjëm përcaktimi momentet të shumë e rëndësishëm. Gens, në politik a je hi me rima, a me ligje, a dyja ti ke bo bashk? Jo, rimat i kom lanë aty ku takojnë. Në politikë unë jam njeri racional, jam që nuk shkakton polarizim, nuk shkakton problem, nuk shpik armiq të paqen. Mundohet me pas një sentiment popullor fillimisht. Jam në mënyrë tjetër i formuar, sepse fillimisht jam plotësu në sferat private, që mos me pas nevojën që përmes politikës më u faktorizu në diskursin publik. Do më thonë, unë nuk kom him politikë si muzikant. Jo. Sepse si muzikant apo artist, unë kishtë anajtën të industria ime, që më ka i kom taku dikur. Dhe sot njësë kërë shojnë Gens për lëvugajnë politikë, le ta kuptojnë si një njeri, cili i ka mbaru studimet si bachelor, si master për politikën e diplomacinë, edhe studimet historike në Universitetin Shtetëror Zagrebit të shkallën doktoraturë. Besoj që në mars më caktohet të mbrojtë. Të na filtrat i ka kalu, do të thonë me mentor, me komision për plagjaturë, me universitet, me mbrojtje sinopsisë. Këtë të gjatat i ka, me do çështje teknike tash. Ndoshta ishte saktuar tani mos pas qenë festa këto, kështu që besoj që mos largu në mars për veç e kurorëzoj titullin, i cili tani veç është formal. A ekziston mundësia me ndodh politika më bo si muzika? Sot het e nesër harres. Politika është kjo. E tani unë duhet ta kallëzoj kështu. Kjo është specifika kryesore e politikës. Po njerëz nuk e kanë të qartë për shembull. Sot njerëzve më përmend në Shqipëri, po e supozojmë Koçokotën, askush nuk e din kush është. As Adel Çarçanin.
as Sulejman Delvinën, ndoshta, vetëm një komunitet i ngushtë historian. Sepse janë figura politike. Derisa për shembull Ismail Qemalin e njohin krejt si figurë historike. Në këtë kontekst, do të thënë, çdo figurë politike me kalimin e kohës harrohet. Do të thënë, mas 10 vjet, 15 vjet. Edhe mi bindu që edhe përveç njerëzve që kanë politikën shumë për shefi, njerëz sidomos në Shtabrezi prej 18 14 vjet edhe e kanë harruar që e kanë pas një ditë për ditë, ose para disa viteve kanë pas edhe Bajram Kosumin kryeministër, por e kanë harruar funksionin e tij. Kjo tregon se figurat politike relativizohen për publikun, fuqizohen për publikun, marrin vëmendje aty, por me kalimin e kohës masanaj kalojnë në harresë se vetëm si domen të historianëve. Edhe kjo ka qenë një për arsyeve që unë edhe e kom dash Partinë Demokratike të Kosovës, sepse e kom ditë që jam, do të thënë, mishru me një komunitet që ka kredite historike, që nuk harrohet. Tani sikur se njerëzit kanë harru tash Koçokotën, Sulejman Delvinën, Adil Çarçanin, shumë prej tyre, po se kanë harru Ismail Qemalin, ashtu njerëz do i harron çdo figurë politike të Kosovës që vjen tash e tutje, por Hashim Thaçin asnjëherë si figurë historike e tij. Kjo që për mu ka qenë një rrëfim tjetër, sepse me qenë se jemi nodë këtu, tash po e ndryshoj qasjen, po e përdori një terminologji pak ma popullore, se na shkon. Unë thëmë kështu, në momentin që njerëzit mund të kenë bindje politike të ndryshme, për shembull që lidhen për ekonominë, mendojnë që qeverisin më mirë. Kjo është në rregull, sepse edhe vetë themeluesit e PDK-s kanë bë betejën e tyre për me pas një gjë në Kosovë ku e konkurrojmë një tjetrin me ide. Edhe unë e thash edhe partive konkurruese, unë i them që ju kritikojni PDK-n, por keni kujdes, do të thënë, kritikoni mbi bazën e politikës. Mos filloni me kriju narrativ, fyrje, ofendime ndaj personaliteteve historike, sepse në fund ditës fëmijët e tu nesër, do të thënë, apo nipat e mesit nesër, kur këta njerëz nuk janë më, ata fuqizohen shumë në publik, edhe ka me të gjyku fëmija yt për atë narrativ që e ke kriju. Nuk ka me të gjyku për shembull që si e pajtu me PDK-n që është ekonomike, juridike, politike në jashtme tjera, por mos krijo narrative ndaj njerëzve që kanë kredite historike dhe kombëtare. Edhe kjo ka qenë një prej arsyeve që unë e kom qenë i devotshëm në PDK se e kom ditë ky komunitet çfarë vendi ka në histori. Do të thënë, jo PDK si trup politik, si parti politike, por themelues apo bërthamat, celula kryesore, po që të burgosurit politik edhe pjesëtarët shqiptar të Kosovës. Shikues të nderuar, shkoj pak me marketing e pas marketingut kthehemi në sofër me Genc për Elvukaj. Këtë në herë thëshin ku dhamdhomi shkon guha. Jo, ku dhamdhomi shkon Dentline. Për dhamë të mirë, të rahatshëm, e të shëndosh, e ndoshi me kesh mirë e shlirë që shtosione për këtë kujdeset Dentline. Dentline e cila gjendet në Prishtinë në rrugën B. Dentline. Arjani Kompani, lider në vend, lider për projektim, prodhim dhe ndërtim. Baba më thejke, biro, ka të shkësh, bane brekaj shpi. A që Arjani Kompani ka po shkojke, po marojke banesa. Banesa në Vushtre, banesa në Mitrovic, banesa në Prishtinë, e tash edhe banesa në zemër të Obiliqit. Arjani Kompani. Mishtore Gjoshkon nuk ta le sofrën thot. Të Mishtore Gjoshkon i gjeni gjitha produktet e mishit. A që jo, që nuk muni, edhe nuk keni ko me pregadit, të Mishtore Gjoshkon të gjitha produktet i gjonit gashme. Nuk keni nevoj mu lodh heq për 5 minuta pregaditet. Që? Pasol Gjoshkon për 5 minuta. Me të knaq. Gulash Gjoshkon për 5 minuta. Hazer. Qofte Gjoshkon për 5 minuta ki hazer. Edhe patate Gjoshkon për 5 minuta këtë i keni të gachum. Të Mishtore Gjoshkon i gjoni gjitha produktet. I gjoni në Prizren, si dhe në Prishtinë, në rrugën Muharrem Fejza. Mishtore Gjoshkon kur nuk ta len sofrën thot.
Në shtëpi teme nuk po muj me nejt ma pa përkthys. Krejt shtëpia me gjutë huja. Djali me gjutë huj, reja me gjutë huj, mesat me gjutë huj, nipat me gjutë huj, ani edhe gruja me gjutë huj, veç unë shkreti jo me tangal. Edhe unë tash prej natit tyne kam i mësu 10 gjutë huja, se kam mësu edhe venin, edhe adresen, edhe shkollën. Shkolla e gjuhëve të huja, Renault Kurs. Të Renault Kurs, hin pas një gjutë huj, e del me 10 gjutë huja. E gjonin e Prishtin në rrugën Muharrem-Feza dhe në pikën tash më të re në Fushë Kosovë në lagjen Eliza. Renault Kurs. Gjithmonë kom pas qef në kerët mira, kerët rahatshme, kerët aman për plesh komode, që edhe ku t'i grash, as kafen më t'a delë. Kej këto kerët mira i gjoni ku tjetër, në Zvicër, të baba i kerëv të muj autocenter. Të muj autocenter, shkoni kom, e këtheni me kerë, muj autocenter. Metalbau, nishi është për prodhimin e gjitha produktev metalike. Shkata shesyni, për ta marojke Metalbau. Dyrë tekrit mira, metalike. Gilindera për Balkan, shumë të mira. Rrethoja për obër. Konstruksione metalike, të gjitha i gjoni të Metalbau. Metalbau jo se punën e vepron e monton në krejt Kosovën, por në krejt diasporën, shumë shpejt edhe në Amerikë. Metalbau i cili gjindet në Bernic, në rrugën Vjosa, Metalbau. Gjithmonë pasullin e kum hongër ka një kokër. Atash pasullit për ja hak krejt kokrat. A e dini pse? Që tash i mëron pasull të mirë, në pasull shëndetshëm, e cili zihet me një valë. Pasulli e jona. E mas pasullit shka shkën? Shkën një qaj i mirë. Qoj e jona. Edhe mosafirët se përdin se e pi qojnë e jona brend nga Emona Center, shpo malqojnë derën. Qoj e jona nga Emona Center. E tash po shkojmë pak në Hanover, Gjermanisë. Kush do një marrë me mu, hajde po shkojmë. Po shkojmë të një firmë shqiptare, të një firmë shumë seriose. Po shkojmë dhe Zmajlaj. Zmajlaj Bau, e cila merret me të gjitha llojet të ndërtime. Po marrojke për jashtë dhe në zhe. Anje ka dhe Zmajlaj House Technic, e cila merret me instalimin e rrymes, ujit edhe nxemjes. A, për nxemje këta ishin kapake. Këta po të nxeshin Hanoverin me gjithë rrëthin. Zmajlaj. E tash po nalëm pak në klinë. Shkat ju duhet prej elektronikës, krejti gjoni të Bujar Electronics. Të Bujar Electronics i gjoni edhe gjitha llojet e klimave. Që shumë thëjnë fëmija jam ti e baba, edhe Bujar Electronics për klima është baba. Bujar Electronics po zgjerohet dita ditës. Tash me pika të reja në Pej edhe në Prizren, mos harrojmë. Bujar Electronics në Klin e ka edhe restoranin e vetë. Restorant i mirë, restorant familjar, me shërbim të mirë, shërbim cilësor. Lord Be Grill, e cila gjindet në Klin në rrugën Abedin Regja. Francezët halo menojnë edhe thojnë se baba i kere franceze është francezi. Gabim e kanë. Baba i kere franceze është auto-eni. Servis i specializuar për kere franceze. Për Peugeot edhe për Citroena. Lese e banë servisin e krejt këty në kerëm, po edhe shet kere të mira. Auto-eni i cili gjindet magistralen Prishtin-Mitrovic në kilometrin e 5 në Mazgit. Auto-eni. E pas marketingut këthejmi me Gencin. Genc, e përmene si je historian. Historia neve apo na qënë për para, apo silëm si rrëth qësoj sofre? Ate harrojmë bi? Historia nuk qënë askund, por t'jep leksionet të cilat nuk bën me harru, sepse në disa specifika njerëzore që përsëritë nga kohë në kohë. Ndryshën format, për shembull. Lufta ka pas edhe 15.000 vjetë për tash.
mes klaneve, do të thonë, edhe ka dhe sot, po ndryshojnë metodat. Do të thonë, çka kupton për kësaj, kupton që lufta dhe uria për dominime, për territore, për resurse, gjithmonë ka jetuar me njerëzimin dhe jeton edhe sot. Kështu që shembujt për historistë kallëzojnë që ti nuk mundesh me konsideru si kohë të krymë ose ambicie njerëzore që s'ekziston më. Është specifik që jeton me shoqërinë njerëzore. Pastaj I ke disa raporte me aleat që mundesh me I deshifru përmes shembuj historik, që po marrim konkretisht. 1987, 1978, 1912 në periudat mes Kongresit të Berlinit dhe konferencës të ambasadorëve në Londër, mendohet që kanë qenë ndoshta me qindra mijëra shqiptarë në armë, por një vendim duke ka ndryshuar shkaku I mungesës të aleancave me jashtë, me fuqitë e mëdha të kohës. Çka kuptojmë na prej kësaj pune? Edhe në ditë sotme, nëse ne I dëmtojmë raportet me aleat, do të thënë, I dëmtojmë sidomos raportet me ata njerëz që nxindën në kohë të vështira. Nëse I dëmtojmë raportet me shqiptarët për rreth, atëherë ne kemi bërë një gabim që kemi bërë historik, sepse besimi në fuqinë e pushkës është banaliteti më I madh politik edhe social që një shoqëri mund të pas, sepse nuk funksionon ashtu. Dhe kjo ka qenë një mospajtimet mia me qeverinë apo me pushtetin e 5 viteve të kaluara, ku është mundur publik me transmetu idenë sikurse na jemi këtu dhe na mundemi vetë, derisa kompozicioni global, geopolitik, për shembujt kaluar, tregon që një popull I vogël nuk mbijeton. Mos flasim që nuk I realizon ambicet e veta, por nuk mbijeton nëse nuk e ka një krah të mbrojtur prej fuqive konkurruese të kohës, gjithmonë duke pas parasysh që përballë ti potencialisht e ke një kundërshtar që substrati apo etnia aty është 300 milionë. Do të thotë që ke problem me shtetin sot tani duhet me ditë kush është në prapavit shtetit sot të cilët natyrisht korrespondojnë me botën ruse, botën tjetër slave. Tashti për me bëni ekuilibër ti duhet patjetër aleat sepse je shumë I vogël për mi vënu gjoksin para një superfuqi e tillë. Kështu që po nuk ditë me bë këtë ekuilibër, atër siguria e kombëtarët synohet rënd. Dhe tani ta edukosh popullin që I kemi ble 5 drona, apo dohet që hapen një fabrikë municionit që ka mendimet këqija kundër këtyre, por nuk mund të përkthehet si në kuadër të sigurisë, kur ti do e ke rreziku raportin me ata që potencialisht domethënë ta krijojnë ekuilibrin e forcës. Nuk mendoj që I kemi mirë, tani unë I besoj deklaratave të eksponentëve politik amerikan para pushtetit I cili ka banalizuar më të deklarata. Neve na ka ndodhur shumë shpesh që me pushteti 5 viteve të fundit me dhënë një interpretim tjetër me dalë me ta demantu 2 herë do thënë administrata amerikane, që tregon që rrethanat apo situata është më e vështirë se sa që mendojmë. Ne nuk mund t'i besojmë një njeriu për shembull që ndoshta ka etin për pushtet përtej çdo limiti, edhe të mendojmë që ata që na ndihmuan kohët më të vështira, do të thonë po gënjejnë po mashtrojnë. Kështu duhet të jemi të vetëdijshëm. Nuk na kanë mashtruar as atëherë, përkundrazi në historinë forca e parë që të është vundimet ka ndihmuar mi realizuar ambicet, dhe nuk në bazunat në atë kohë nuk mendoj që mundem me pas mashtrim për tyre dhe tani. Dhe për këtë arsye kur del një eksponent amerikan I rëndësishëm e thotë që marrëdhëniet me Kosovën nuk janë në moment në nivelin e duhur, atë duhet besohet ajo punë. Jo për shkak të sentimentit ndaj një partie, emocionit ndaj partie, me menduar që krejt bota ka faj, na vishina mirë. Sepse në fund ditës nuk është vetëm çështja me Amerikën, kemi pas sanksionet të Evropës, problemet apo ftoftsinë me Amerikan, raportet më të ftofta që nga koha e pluralizmit në Shqipëri me shtetin shqiptar. Ai kena ftofta me ta. Unë mendoj që po. A nuk ka shtaj bashkimi, po tash largimi. Jo, dëgjoj, ajo nuk mundet të ndodh ftofja brenda 2 muajve, 1 vjet dhe 2-3. Mirë po, nuk është në kurs të mirë marrëdhënia mes Kosovës apo korrespondenca mes Kosovës dhe Shqipërisë, kjo është frika që nëse vazhdohet me një logjik të tillë atë kemi me prodhu për vërtet një farë lloj largësie mes 2 shteteve shqiptare që nuk e di kujt I konvenon.
E treta, në Macedoni, unë kam punu shumë në Macedoni, qoftë me muzikën, por kam shku dhe hulumtime, sidomos që me qenë si takoj me sjetës, në të në kufit e mesmetarë. Edhe kam folë me njerës, kam pa gjeni. Por e kujtoj edhe në vitin 1993-94, kur si thmi kemi shku atje, edhe neve na i ofru njerëz shqiptarët dhe ata na ka mundësi me folë me zot pak patull shqip. Dhe në atë kuptimin se mundet me na ndodhë diçka aq ka qenë e vështirë situata atje. Dhe për një moment e kemi një ndryshim të rrethanave pozitivisht në Maqedoni, ku ndonse në formë simbolike patëm edhe një kryeministër shqiptar ndonse për 3-4 muaj, që atë kohë ka qenë e paimagjinueshme, 93-94. Ka qenë pa imagjinueshme me pa një lokal me një emën latinisht, do të thënë sepse ka qenë jo mos të flasim shqip. Po çdo lokal ka pas për shembull në atë kohë emrin ose Mimoza ose diçka që ka qenë internacionale për mi ik identifikimit të tyre si shqiptar, aq ka qenë thundra e rëndë në atë kohë, do të thënë shtypja e rëndë. Tashti për një moment të fillon progresin, edhe vjen në një gjendje ku është si dita me natën krahasim me ato, edhe vjen një pushtetar i Kosovës që ndërhyn brutalisht atje pa asnjë lloj interesi dhe asnjë lloj logjike dhe e kthen situatën 20 vjet përmbrapa. Nuk po them që ka kthy 94, po përse e ka kthy në 20 vjet përmbrapa e ka kthy, sepse sa shkojnë atje i shofit kur shkruan gjuha shqipe tash janë demolu tabelat, do të thonë është forcuar diskursi, do të thonë anti-shqiptar të Maqedonit, sepse në fund ditës edhe kur të vjen dikush edhe me pompozitet, do të thonë del rrugëve aty, ai ta prodhon shtresën radikale e Maqedonës e trembën shtet vetën. E kupton? Dhe në fund ditës unë nuk e di cila është arsyeja e kësaj. Do të thonë përçarja e shqiptarëve atje ka pru sa që është humbë edhe qyteti që është fitu ma herët kur ishin unik, Kërçovës. Tani çka do të thonë kjo punë është Kërçova është në mes ku e dalë strugën në orën me këtë pjesën tjetër, do të kemi një territorializim, do të thonë shkputje territoriale që është goxha, do të thonë simbolike keqe. Nuk po them se e vështirëson jetën e shqiptarëve atje se jemi në metodë, po është simbolike keqe. Edhe gjithmonë duke mos e ditë pse, çka ishte interesi. Nuk e kësaj dite nuk e kuptoj cili është benefiti politik ose kombëtar në atë rast. Derisa ato vende që janë më pak shqiptarë se sa në Kosovë ose Shqipëri, duhet me stimulu bashkëpunimin, do të thënë atë komunikimin vllazëror mes tyre, solidaritetin mes shqiptarëve tyre që mos lëvizin drejt botës jashtë ose Kosovës ose Shqipërisë, me shku edhe ata njerëz që janë luftë për mbijetesë, apo luftë për me fuqizu pozitën e tyre në brenda shtetit të Maqedonisë, me shkaktu përçarjen atë nuk ma pret asnjë mendje, do të thonë nuk e gjej asnjë lloj logjike do intervenimit të tillë kur e dim çfarë situatë është prodhuar. Derisa kemi një situatë tjetër me Shqipërinë. Shqipëria para disa vjetëve ka pas tendencë me shkun, ka pas veprime konkrete në Luginë Preshevës, Malzi dhe në Maqedoni për unifikim tyre që me marrë sa më shumë numër të deputetëve për përfaqësuesve në politikën e atyre shteteve. Ndërsa ky, do të thonë, e bën komplet kundërtën. Edhe unë kur më shkon në Maqedoni, në kurrë në jetën time nuk e kam pa përpara të usha ndoshta mbi baza të partive, po tash e heton. E ka pasur atëherë, por jo në masën që edhe tani vjen pyetja, çka fitoi komunitetet shqiptare atje. Përveç dëshpërimit, përveç prishjeve të familjeve tjera. Kështu që nuk në raport me krejto që i thash, atër them që si shoqërinë është jemi kthy për këto 5 vite në regres të plotë. Kush mundet mi nëreq këto raporte? Kej që të domin, se po thu. Tash kush do të marrë që ka, me qitë këto ka, e mi nëreq raporte. Tani, kështu që është. Fillimisht ne duhet të dim që Kosova ka problem ekonomik. E pari, që me qëllë qytetarët që ballafaqohen. Frika është kjo. Po ta marrë një shembull në histori për me tërhes një paralel edhe me politikën. Për shembull, dikun në prag të shekullit 16, fiton një rrymë konservative në perandorinë osmane që e infekton pak edhe sistemin e Jeniçerëve dhe djegin observatoriumin arkeologjik, astrologjik.
sepse Perandoria Osmane në atë kohë ka pas një shkencë të avancume, ka pas një ushtri të avancume, mekanizma të avancume, sa që do thënë ka pas një edukim sofistikum, se ndryshe nuk i shku deri te Vjena, si kriju si perandori me pasjen si shoqëri fisnore maleve. Edhe kanë bërë me ndërtunis një observatorium mbi astrologjin, po kur rryma konservative fiton, atëre djeg ato duke quajtur si të dënueshme fetarisht e tjera. Dhe tani studiues të mëdhej të perandorisë osmane konsiderojnë që aty është fillimi i rënjes së perandorisë osmane. Mirë po, normalisht aty ku fillon, është mekanizëm shumë i madh me ra për 10 vjet. Ju kanë dashur gati 200 vjet tentativë për me rikthyer, po s'kan mujt më. Çka po duam të thonë me këtë punë? Kur një shtet, se nuk është një familje. Familja sot bën ekonomi, i vonohet rroga, nesër ndjen, domethënë, ndoshta problemin ekonomik. Por me pa efektet e një shoqërie të madhe, neve na duhen pak vjet për me pa deri ku është bodami sot. Sepse nëse është qeverisë, domethënë keq. Brenda 5 viteve nuk është marrë nuk është bërë ndonjë intervenim i duhur në kuptimin e përballimit të ndryshimeve ekonomike, shtrejtimit, çmimit ndoshta në rregull globale të tjera, por ti s'ke marrë masa adekuate, ato konfliktet që njerëzit kanë me përjetu në lëkurën e tyre shumë më rëndë se sot, vitin tjetër ose mas 2 viteve, sepse megjithatë disa rezerva mund të kenë. Që nuk një krizë, një gabim në qeverisë, në kuptimin ekonomik nuk manifestohet aty për aty, por ajo zgjat. Edhe komo u lodh, domethënë masa dhe më shumë ekonomikisht. Për këtë arsye Partia Demokratike e Kosovës ka bën një analizë të situatës, domethënë një studim, edhe ka kuptuar që duhet gjëja e parë që duhet të provohet është rikuperimi i shpejtë ekonomik. Marrja e masave emergjente, të cilat, domethënë, ato që mundin pas një viti 2 me përjetu si shumë të rënda, që kanë filluar dhe kanë vështirësohen çdo ditë, ato mund bëna akoma më të vështira, atëherë na duhet një ekspert i ekonomisë, i guximshëm, i cili është i dëshmuar në punën e tij, dhe Partia Demokratike e Kosovës e ka zgjedhur për kryetar të partisë dhe kandidat për kryeminist. Dhe unë mendoj që përballë sfidave sikur varfëria, do thënë në tryezës, çmimet të larta të energjisë elektrike, mundësitë më të vogla për një shkollim të avancuar, përgjithësi produktet, do thënë elementare për jetesë, që nuk kupton, krejt kjo nuk kupton shumë gjëra tjera, nuk kupton një ulje të mirëqenies. Atëherë një intervenim edhe një pozicionim i zotit Hamza drejt kryeministrisë, unë mendoj që është ai çelësi i zgjidhjes të problemeve, do të thënë në formë të shpejtë apo përballimit të sfidave ekonomike, probleme ekonomike që e kanë burimin tek veprimet e gabuara të kjo qeverie aktuale. Kështu që kemi vendosur me pas komplet fokusin në përmirësimin e jetës qytetarëve, në përmirësimin e mirëqenies, në përmirësimin e shërbimeve, të më thonë që ndërlidhen me përditshmërinë e tyre, qoftë nga sistemi shëndetësor deri te ai arsimor. Prandaj ne mendojmë që është opsioni më i mirë, sepse kemi një njeri të rryer në ekonomi, që është dëshmuar si projektues i financave të shtetit, do të thënë me sukses të plot. Prandaj Partia Demokratike e Kosovës e ka menduar këtë punë dhe unë jam i bindur që nëse ka një njeri që mund ta bëjë një gjë të tillë në formë shumë të shpejtë me një guxim, sepse mos harroni Partia Demokratike e Kosovës identifikohet me guximin që e ka. E kupton? Nuk ka për shembull me niste në një rrugë, pa marrim shembull, një autostradë edhe mos me hedh asnjë lopat asfalt, domethënë për 5 vjet. Do thonë është komunitet që guxon. Do thënë, na jemi eduku, jemi rritur në PDK-s, në gjithmonë e kemi pas atë stimulimin e veprimeve të guximshme. Sepse në fund ditës që kemi thonë një tjetër, themelues ton ka bërë gjë pa të guximshme popullore, kështu që është turp për neve, mos me guxu nesër me vepru konkretisht, shpejt, sakt, në qoftë infrastrukturë, qoftë gjëra tjera që brenda shtetit. Dhe duke pas parasysh guximin e PDK-s, edhe mbretësinë dhe përgatitjen e zotit Hamza, mendoj që kjo është ajo, si më thon, ai serumi
kryesor për popullin në rrafshin e ekonomisë, e mos harroni që kur ka përmirësim ekonomik, atër do të thonë ajo është zinxhirore. Thjesht edhe jemi sigurt kuptimin ushtarak sepse shtohen financat, rikuperohet një krizë ekonomike, do të jap mundësinë e investimit më të madh në sfera tjera. Kështu që unë mendoj që Zoti Hamza dhe Partia Demokratike e Kosovës për këtë kohë gjithmonë duke mos fy ose ofendu komunitetet tjera politike, mendoj që është oferta më e mirë për tregun politik të sotëm. Ka filluar fushata elektorale. Qysh po shko fushata kënc? Qysh atë disponimi të njerëz? Edhe pse kena pas shumë fushata, shumë zgjedhje gjatë këtij viti. Qysh peshet disponimin? Tani disponimin të ren nuk e di sa do të isha racional me fol tani për një gjendje të përgjithshme, pasi që kemi hyrë në fushatë dhe kryesisht kemi të bëjmë me një stres që komunikojmë një stres të pavendosur, por kryesisht me elektoratin e PDK-s. Do të thotë fillimisht në politikë duhet të mobilizohet elektorati yt, pastaj të trajtohet ai stresa e pabindur dhe në fund, nëse të mbetet kohë në fushatë, në paknoqë. Jo, paknoqë shkon në këtë stresën e dytë, atër provohet ndryshimi i bindjes tek të tjerët, por jo pa u stabilizu këtë të dyja. Jo që ne kemi arrit me mobilizu elektoratin ton, me njerëz të cilët nuk janë të përcaktuar kemi punu, por megjithatë për shkak të fazës dinamike, angazhimit masiv, nuk mundemi me ditë deri ku kemi arrit, sepse do të thënë këtë punë marrim vesh epilogun për angazhimit tonë marrim vesh për sa pas 2 javë. Numrin a ke caktuar vet a partia numër 14? 14. A lidhet me në esencë se ko gjajo i lidhni me do farë simbolika? Jo. Unë sa i përket numrit nuk kam dasht me qenë pengesë as e kryetarit Krasniqi, as kryetarit Hamza, sepse ta thash, marrëdhënia me PDK nuk është marrëdhënie mbi bazën e interesit personal. Dhe tani kur i shef disa njerëz në listën e PDK-s, të cilët kanë kontribute luftarake, patriotike, i shef disa të burgosur politik, unë e kam pas për turp edhe me shku me thonë, a ka mundësi me vënu para tyre. Kuptat? Sepse jo, në sot tërhiqem për politikës nëse mendoj që mund me lëndu një njerëz të tillë. Sepse ja respektoj kontributin, angazhimin. Ata njerëz kanë pas familje kur janë hi burgjeve, ose kanë sakrifikuar, kanë dalë luftë. Jo që kanë mujtë ata, por dhe familjet e tyre, dhe tani unë, do thonë, të kërkoj diçka që më pozicionon për mita, unë nuk e kam bërë. Tani, a ka raste kur me numër 14 je si për disa njerëz që i kanë këto, do të thonë cilësi por nuk është kërkesa ime, ka qenë vendimi kryetarit. Edhe unë e kam thënë në rregull, unë nuk kam kërkesa të tilla sepse raporti me PDK është shpirtëror gjithmonë si me dhën e jo si me marrë diçka mbrapa. A ma shtirë me bin publikun koncert, a votuesin fushat? Muzika dhe politika takohen në atë dimension, sepse të dyjat luftojnë për një publik sa më të dëgjon, për një masë, do të thënë sa më të madhe. Për shembull, ti kur punon muzikë, punon me idenë që në performancat e tua kanë me ardhë shumë njerëz, keme rrështu një masë më të madhe që ata përforcon pozitën edhe në kuptimin publik. Njësoj edhe politika, formacionet politike, partitë politike ndërtohen duke pas parasysh idenë për me shtri platformën e tyre në masë edhe sa më shumë njerëz jashtë me mbështet. Megjithatë politika është shumë vështirë me bindur njerëz në aspektin politik sepse bëhet fjalë konkretisht me jetën e tyre. Derisa me muzikë edhe i bind sepse është një tingull që i pëlqen, pa ai tingull nuk ja përcakton rrogën. Ai tingull nuk ja përcakton shëndetësinë, arsimin ku kanë me shku fëmijët e tyre. Tani për me përfitu masën në aspektin politik, ti duhet të jesh i bindur në të sektorët, do të thënë shtetëror, që pastaj populli me ta besimin. Vesh tjerë është, në muzikë nuk ekziston fort propaganda kundër te, do të thonë, tendenca për me hy, për shembull, inxhinieringu, një 3-400 veta kur shkruan diçka, 3-400 veta me të shah, me të shqetësu e tjera. Dhe puna politikë është më delikate, është duhet të jetë më e kujdesshme.
Edhe në fund ditës, po ta marr një shembull konkretisht shumë të thjeshtë për me ta shpjeguar dallimin në aspektin personal. Kur dilja në skenë përpara, unë dilja me po kujdes, pothuajse zero. Sepse e dija që çdo gabim i imi më referohet vetëm mu. Edhe unë e psoj. Derisa kur ti je si fytyrë reprezentative e Partisë Demokratike të Kosovës, me qenë se jam edhe kandidat, por edhe antar i kryesisë, atër një gabim i imi i reflekton negativisht të krejt komuniteti politik me nështë 200.000 njerëz që mund është me i lëndu për një pasiguri apo pasakci tonën. Kështu që je shumë i vëmendshëm, normalisht të njerëz që kanë një lloj morali politik edhe digniteti personal, sepse në politikë ka dhasi që nuk mërzitën, do mi realizuar ambicet e veta, do thonë thjeshta, interesin personal që na kemi pasur në të 5 viteve të fundit, por nga anën tjetër ka dhe shumë njerëz parimorës që politikën e shohin si të tillë. Ose ma konkretisht, kërës që ka marrë shtetësinë e Shqipërisë dhe makinën e këmë tabela Shqipërisë. 50 herë jam më i kujdesshëm në komunikacion tash, se sa kur i kom pas tabelat e Kosovës, me idenë që mos të krijoj njerëz që e shohin Shqipërinë shkaku i gabimeve të mia këtu në Kosovë. Sepse kur përfaqëson diçka mbrapa, je shumë më i kujdesshëm. A ma let me fitu një çmim muzikor a një vot sinqert? Vota sinqert është vlerësim i personalitetit tënd. Derisa çmimi muzikor është shumë herë, ndoshta 95% raste vjen si pasojë e kalkulimeve. Do thonë të organizatorit, do rrymave të brendshme që janë. Derisa vota e sinqertë vot për personalitetin tënd. Ndoshta kur s'ka taku, ka përcjell në rrjetet sociale, ka përcjell në për intervista, e ke bind mi çiltërsinë tonë, mi artikulimin, retorikën, përgatitjen, dhe ata votën më sinqert mundshëm. Derisa në muzikë, për shembull, ai beson artikulimin tonë, përgatitjen, talentin komplet, veç ta rock round, për shkak do sponsorave kështu, domethënë duhet më jap dikujt tjetër, e kupton? Kështu që unë mendoj në fund ditës më vështirë me fitu votën e sinqert, sepse në çmim ti edhe mundet me pas dikush një interes siç ka ndodhur, një pronar i televizionit ka interes për të, edhe ta jap kështu për me të bëu për veti. Derisa në politikë duhesh me meritu në formën më të pastër. Se në fakt tash ka njerëz që operojnë vota dhe kundrejt blerjes së këto. Por gjithmonë ne referohem një personaliteti, siç jam edhe vetë, i cili kur nuk ka dashur me mbledh afër vetes njerëz që operojnë, domethënë përmes procesit shitblerjes të votës. Realisht as nuk i kam duruar ata njerëz. Kom thonë derisa kam qenë vetë, ne kam sakrifikuar, do të thotë që kam mujt me mbyll karrierën e muzikës në atë kohë. Që i kam sakrifikuar të mirat ekonomike, karrierën, emrin, qetësinë e familjes. Edhe tani ti vjen mua thotë po të siguroj disa vota përmes pagesës, jo, nuk duam me pas as shok, s'du me pas as afër. Sepse jemi stonojmë derisa unë kam qenë gjendje 23 vjet më jep komunitetit, pa kërkuar diçka në këmbim. Kam rrezikuar ndoshta edhe karrierën, tash edhe ekonominë, edhe tash dikush vjen dhe votën tënd me ta përkthyer në interes të vogël ekonomik, atëherë do të fal ti vazhdo me dikë tjetër, unë kam një politikan më tha në ditë sotit malet e merr një kredit në bankë se një votë këni. Një pyetje dishta më ta bëj për fond. Ku të hesh në Parlamentin e Republikës Kosovës? Nëse grupi parlamentari PDK-s të Genc duhet me bën një kong për politikën. Çfarë kong e ban? A e ban rap të fortë, a e ban balad, a e ban parodi? Cila i ke shku politikës kosovare? Tani politika është një... Edhe më të bon hit. Politika është një domen i madh. Për shembull ti mundesh me pas parti politike shumë racionale, shumë përgatitur, me shumë kuadër, që po që se nisësh mi bë atij komuniteti ke me bë diçka pozitive. Po kur e kthen kokën në njërin tjetër ti mundesh me pas një komunitet domethënë skandaloz. Tash nëse i mbledh të dyja bashkë edhe e bën për komplet politikën kongën, atëherë do të thonë nuk di si realizohet, se e ke gjithmonë një anë të mirë dhe një anë të dëmshme. Apo një anë që performon më mirë, tjetra performon më keq. Ke për shembull njerëz të dinjitetshëm politik, por ke edhe njerëz të cilët ndoshta përfolet për ta në formën që s'kemi dëshirë me i pasme, por thjesht është një fushë, një institucion ku dinë me dëpërtu dhe disa njerëz të cilët ndoshta nuk mundën me vlerësu mbi të arriturat e tyre dhe e dim formën përmes cilës kanë dëpërtuar atë që është një formë jo fort e përshtatshme.
edhe duhen. Tani varet cilës pjesë e referohesh. Për shembull, kur i referohesh personit të mirë në politikë, ka më dalë tekstin në nuansa shumë pozitive. Që si referohesh një komunitetit i cili ka qenë i paftë të qeverisë, apo ka qenë me probleme, ka prodhuar skandale, afera korruptive, ti kemi pas një konotacion të zi për politikën. Por nëse një ditë do të detyrohesh, jo në kuptimin e keq detyrimit, me të bë presion, por nëse e kisha marrë vendimin për me bë një diçka që lidhet me partinë politike, atëherë nuk kisha bë vetëm komunitetit të cilit i takoj, sepse e njoh mirë dhe me plot bindje them që është bashkësia politike më e vlefshme, me njerëz të vujtur por të përgatitur me kredite kombëtare, historike, por edhe politike, me njerëz, me djemë dhe vajza të reja që janë formuar si kuadra fantastik dhe kom për çka me realizu një vepër të tillë. Çka s'mund të them për një pjesë tjetër të Parlamentit të Kosovës që i takon formacioneve tjera. Genc, 40 herë të faleminderit. Faleminderit. Na ke nderu, na ke respektu. Shumë faleminderit për ftesën. Qatë numër ju ka zëjë edhe fëmijëve se fëmijën e mbaj, kam numër 40 Genc për Luka, Genc, ju urojmë suksese. Shumë faleminderit. Unë në barë, ku t'jeni në parlament, ngët në zonin edhe për neve pleqve. Edhe na po kim nevoj dikush me na përfacu, neve forës na përfacojnë. Ngët në zonin që ki plak s'po mune, që kë, të urojmë suksese, punë në barë, ja dalë shimire në barë. Kosova ka nevoj për njerëz të mirë, njerëz ditshëm, njerëz të shkollum si Genci. Genc faleminderit, ishte knasi. Na nderove suksese e punë të barë. A kina i mesazh për fund? Mos ta mbylli une. Mesazhi im për fund është që hajde mos po flasim për gjithë popullin, po flasim tash për një informacion. Për këtë popullin. Në jetën time kam taku shumë njerëz që kanë ndru 4-5 herë bindje politike për 20 vjet. Çka do të thotë kjo? Që ata që i lindoni edhe shani sot, mundet me ndodhë që ose ata me ndru bindje ose jo dhe mu taku dikur rrugës dhe kom ju marrë mbi ato fjalë që ja keni thënë një tjetrit. Kështu që politika nuk do të jetë si fush apo si një lloj katalizatori, nxitsi i urrëties ndërnjerëzore brenda një shoqërie etnike, një populli, do të thonë homogjen. Politika do të jetë konkurrencë mes ideve. Nuk kam nevojë me urrëj tjetër, me shat tjetër pse unë mendoj ndryshe. Sepse në fund ditës, nëse ne si njerëz të pjekur tani në moshë edhe në secili me background vetën, qoftë politik, akademik, nuk kemi kujdes do të thënë mënyrën e komunikimit. Atëherë prodhojmë një situatë ku e ndikon breza të rinj formim. Për shembull, nëse unë dal nesër në emision dikun, edhe filloj mu konfrontu fizikisht me një më të vjetër se unë, apo me një oponent, apo me një kundërshtar që kemi filluar me polemizu, cili është shpjegimi që ja bëjmë në fund të nesër me fëmijëve tanë në shtëpi. Do të thonë të bjen uja që të gjithë jetën i këtë thonë zbërë duhet me respektu të vjetrin. E tash ti me tjetër. Do të thonë ti e prodhon një situatë tjetër. Do të thonë politika, nëse nuk respektohen kufijtë e mirësjelljes, do të thonë konkurrencës shnosh, gjuhës të pranueshme, atëherë prodhon problem social. Ndikon në deedukimin e fëmijëve. Do të thonë të cilët ato banalitetet politikës mundin mi marrë si referencë dhe mi bë pjesë të personalitetit vet. Për shembull, që po zgjat një pak si mesazh, po kom të domosdoshme ta them. Një prej ankesave kryesore të mia, domethënë në raport me partinë vendosur ka qenë mbjellja e diskursit të urrëties ndaj mendimit të ndryshe. Për shembull, ka shumë njerëz që duke u nxitë nga ajo klim, të urrejnë se ti mendon ndryshe prej tij. Do të thonë, në fakt kjo duhet me qenë vlerë në shoqëri, kur ka mendime të ndryshme, diversiteti është vlerë. Tani çfarë do të thonë me këtë rast është se kjo e krijon një situatë më të vështirë në popull. Dhe kjo që e ka krijuar partia vendosur, do të urrejtën njerëzve, do të thonë brenda familjes, mos pranueshmërinë e bindjeve tjera, ata njerëz ndikohen prej kësaj, edhe kur mësohen me urrejt mendime ndryshe, nuk e lokalizojnë vetëm brenda politikës. S'mund me gjetë një njerëz që të kish shy ty për shkak që ti mendon ndryshe politikisht, edhe kur kthehet në shtëpi e pranon një kritikë të gruas apo të fëmijëve nesër, sepse një herë i dhunshëm kudo e manifeston dhunën
se të bëhet pjesë e personalitetit tonë. Atër pi problemit politik kalojmë problem social. Që pse problemi politik në fund ditës për 4-5 vjet kryet, fiton një parti tjetër kryet, rregullohet. Por problemi social duhet 50 vjet mësë. Mi rieduku mësë ata që vinë mësë. Kështu që duhet me pas kujdes çka prodhojmë edhe si mund ta kemi ndikimin apo impaktin të një familje shnosh. Edhe vota është e shenjtë. Mu nuk më duhet ajo votë e cila për shkak di që mund ta lëndon një fëmijë nesër apo ta lëndon një familje. Shikues të nderuar, ishte me njeve Genc prej Lvukaj. Ju falimderoj e mirë mbeqi. Ju falimderoj 40 herë bashkë me Gencin. Genc. Na nderove, knaci, mirë mbeqi, e shihemi javën e ardhshme.